إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi I takon Allahu Dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të rinj dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të pasojnë këtë din tek deri në ditën e gjykimit. Mas pari herë pra, ju kohë për hajrë ki muj I madh I Ramazanit, lusë Allahu Dhul Gjelal me dhonë në shnet, që me të I kaluar këtë muj dhe me u mush me sevap. Vëllezër, një herë këmë thonë këtu në këtë xhami pa apet për e thanë. Me konë ta marrë njërin për juve, cilin doni, ta hipi këtu nalt edhe le ta sheh vetë xhamatin. Ka shumë dallim gjumaja në Ramazan edhe gjumaja mas Ramazanit. Pse ka dallim? A I keni pa atë kallinin e grunit, shka ka kokra shumë, shka ban? E hunq pak atë kryet, a pëton. Ndërsa I kallini shka pa kokra heq, I shpras në fill drejt, a pëton. Edhe ju sot, elhamdulillah, për Ramazanit që ka e keni, po vrejhet në përftyrat e juja, Allahu Dhul Gjelal ju shpërbleft, inshallah. Dhe thot vetë, metoda e të nejtë bitë në gjami, po mirët vesh që, elhamdulillah, jeni të adhuru Allahu Dhul Gjelal, edhe e keni mërit atë gradin shka Allahu Dhul Gjelal e ka bëhe farz Ramazan. E për këtë çështje përdu me e kalzu një meselë të vogël. Se cili për neve të shpia kena fëmi. Edhe fëmit janë shumë interesant. Ka dhe njëherë vesin do pytje, shka do thot edhe të s'di me dhonë përgjegje. E një fëmi I vogël, po e vetë, babën e vetë, për thot, o babë, pse bena mojnë Ramazan? Ramazan mojnë për shumë sena, për thonë, e ki baba e ka gjetë një pyetje, mja kalëzu atina fëmijës, se pse mojnë Ramazan. E I thot gjallit vetë, a I di pse mojnë Ramazan, pse, po ka ndonjë shumë të varfër, shka nuk kanë, shka me hongër, e na në këtë mujnë Ramazan, edhe na nuk hajna, më konë barabartë me ta. Dhe thot me përjetue, se qysh ai, dhe thot nenë pa hongër bukë. Ama fëmija shumë I menqëm. Shka për thot, po edhe ato të varfërit mojnë Ramazan, a I varfër edhe po mojnë Ramazan. Hajdi që na të pasën, mirë, po bëmi si të varfërit. Po të varfërit edhe ata mojnë Ramazan. Pse mojnë pra atër Ramazan? Pasi s'kan shka me hangë, s'kan shka me pi. U ko qitë ki baba, s'po di me adhon gjevapit. Shkun të hoxha I mahallës. Kur shkun të hoxha I mahallës pja kalzon pse mojna Ramazan. Dhe gjithë mundë, thot kejtë hoxhëlartë, në fillim të Ramazanit e spjegojnë këtë ajet. Cilin ajet? Ajetin me të cilin Allahu Dhul Gjelal na ka obligu me mojtë Ramazan. Edhe thot, ja eyyuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu kema kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët I keni zonë besë Allahu Dhul Gjelal, Allahu Dhul Gjelal javë ka bëhe farz me agjenue, sukur që shka e ka bëhe farz edhe umeteve shka e konë për para juve. Dhe me ke nuk kena na umeti I parë shka e të mojtë Ramazan. Kanë mojtë edhe umetet para neve, për shka la'allakum tattaqun, që në përmjet Ramazanit ju më u bo ma devotshëm. E qysh më u bo devotshëm, nuk përduhune me folë shumë,
po du me falënderue shtëpinë botuse nun, i cili krejtëve ne i ka pru ka një dhuratë. Që kjo është dhurata, e keni do thot kur dilni për xhamisë. Në fillim janë 2 kartona, është kjo libër. E këtu po kallxon çka 30 këshilla për zemrën për të fituar në Ramazan. Qysh me bon zemrën nga pak më të pastër, më të mirë, që mu bon më të devotshëm. Inshallah Allahu dhul xhelal na ban devotshëm të gjithëve, edhe inshallah përfitojnë sa më shumë për këtij Ramazanit. Pra, dersi çka është, dersi është të dalë për xhamisë me morë ka një libër, me lexu të shtëpia vakt keni boll, a kupton se kena vakt do thotë edhe për me lujt karta, kena vakt me lujt edhe domina, kena vakt edhe me këshir serialet e turqive, kena vakt do thotë edhe me këshir TikTokin, kena vakt a kupton edhe me bo budallakia, atëherë do të me gjetë edhe pak vakt me lexu një kitab. E inshallah do thotë përfitojna pak më shumë për Ramazanit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezën, një ditë isha të nejtë me një profesor doktor tonin, Allahu dhul xhelal e shpërblet. Edhe aja është pak i rrep, se hoxhëllarët nuk janë këtë njësoj, do janë pak ma të rrep, do janë pak ma të butë, edhe ai po thot, unë mendoj që secili musliman duhet me lexu Kur'anin shqip vet. Për shka? Për atë arsye se kur ta lexon Kur'anin e ka në kryen e vete qartë se çka është feja islame. E pastaj hoxha në xhami është mi kallëzu ku e ka marrë vesh, ku se ka marrë vesh, që për më drejtue ka rruga e drejtë. Ama një musliman si mos ta lexon Kur'anin vet, zare ka me morë vesh dinin, veç me një hudbe gjumas, apo veç me një ders gjatë mujtë Ramazanit. Edhe mi u thonë drejten, shumë mu begenis kjo mendimi i tina, pse se shkolla s'ka funa, pëton. Ki profesor, ki magjistër, ki doktor, ki akademik, edhe se cili ka një pamjet islamit ndryshe. E na pra, nëse dojna me kuptu islamin taman, që ki muj, Allahu dhul xhelal e ka quë për shka? Për me zbrit Kur'anin. E masi ka zbrit Kur'anin që të muj, atëherë pra të jabojna vetit një obligim të lexojna pak ma tepër gjuhën tonë, shka e morna vesh se shka Allahu dhul xhelal na ka thonë në librin e tina. Mos harroni o vëllezër se sot është ditë e gjuma, është shumë sevap i madh me qu salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qojna pra salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, salavatet ma zgjedhura të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.